Ermal Ajdini është komandanti i trupës së FNSH-s në Shkodër, ndërkohë një futbollist kampion në kampionatin e parë botror. Ajdini, sa po u pritet në rezultare nga kryetari i Bashkisë Shkodrës, zoti Venet Beci, për suksesin e arritur? Si shkoi takimi dhe sa të kënaqur jeni? Takimi shkoi shumë mirë, ishte një takim falenderues për ekipin e futbollit përfaqësuar në këtë kampionat botror, në cilin ne zëm vendin e parë. Ne jemi shumë të kënaqur në ky eveniment sepse edhe ka qenë një stërvitje disa mujore ku i gjithë ekipi ka dhënë maksimumin e tij për të dalë, them drejtën e prisim, po këtë rezultat kaq sukses nuk vjen sepse pasi kishim një eveniment që ishin shumë shtete pjesëmarrëse ku ne realizuam 7 fitore radhasi pas një humbje dhe pas një barazim. Një komandant në jetën e përditshme të forcave të policisë, por edhe një futbollist i mirë në fushën e lojës. E patët të vështirë të ambientoheshit me stadiumin Loro Boriçi ku është zhvilluar dhe finalja. Unë nuk e pata të vështirë sepse këto emocione i kam përjetuar vite më përpara, se jam marrë me një sport tjetër, një disiplinë tjetër, siç është ajo e mundjes në stilin greko-romak. Prej disa vitesh kam qenë pjesëtar i ekipit luftëtar të Tiranës e disa kohë të Dinamos, dhe i kam përjetuar këto emocione që në moshë të vogël dhe jam mësuar me atë ndjenjën e tifozit ose të emocioneve që i kam kaluar kohë më para. Besoj edhe çunat se është disa kohë që ne vazhdojmë stërvitjen si në fusha të hapura apo edhe të mbyllura, që kemi pat një përgatitje në disa mujore rresht për këtë eveniment. Ky sukses i arritur këtë radhë është me vërtet historik, kampion i botës për herë të parë në një kampionat të tillë. Do të jetë ngacmues për ta mbajtur të trofe në takimet e ardhshme. Shpresoj që këtë që nisën ne ta vazhdojnë edhe brezat mbas nesh, por edhe ne ekipi që është këtu do të jetë i gatshëm edhe për evenimentin që do të zhvillohet në Poloni në vitin 2026, që është kampionati botror i IPA-s, kampionati i radhës. Urime për suksesin. Shpresoj që edhe atje të kemi të njëjtin përfaqësim dinjitoz. Urime për suksesin dhe suksese në takimet e ardhshme. Faleminderit.